Prokuroria e Gjirokastrës ka reaguar nëpërmjet një deklarate për mediat për sa i përket vetvarjes së 17 vjeçarit në fshatin Valare, në lidhje me ngjarjen e datës 24/2/25, ku në ambientet e banesës së tij në fshatin Valare Gjirokastër është gjetur i vetvarur pa shenja jete shtetësimi Tur VP, pasi Komisariati i Policisë Gjirokastër ka njoftuar prokurorinë pra gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër në prezencë të prokurorit të seksionit për të mitur dhe prokurorit gatshëm me urdhë të drejtuesit të prokurorisë është krijuar menjëherë grupi hetimor për drejtimin e çështjes. Në drejtimin e prokurorisë janë kryer veprimet e parahetimore të cilat konsistojnë në hyrjen e vendit të ngjarjes, kryerjen e ekspertimit mjekoligjor, sekuestrimin e telefonave, aparateve kompjuterike dhe kthyrja e tyre, sekuestrimi i materialeve shkollore të fëmijës së mitur, si dhe janë marrë deklarime në cilësinë e personit që ka dieni për rrethanat e ngjarjes të punonjësve përgjegjës për trajtimin e të miturit. Nga të gjitha këto veprime hetimore të kryera deri në këtë fazë të hetimit nuk konstatohet asnjë dhënë apo indicie e cilat të dëshmojnë se veprimi i kryer nga ana e të miturit ka si shkak ngacmimet apo sjelljet bullizuese nga bashkëmoshatarët e tij. Prokuroria e Gjirokastrës po vijon me prioritet veçantë hetimet në lidhje me zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe të veprimeve të kryera nga ana e autoriteteve përgjegjëse kompetente lidhur me trajtimin e rastit të miturit. Edhe pse enda nuk ka hyrë në fuqi, tarifa prej 10% e vendosur nga presidenti amerikan Donald Trump për madhrat e importuara nga Shqipëria, ku një sektor që preket më shumë janë bimët medicinale, eksportet e këtyre të fundit kanë shënuar një rritje të ndjeshme. Për vetëm gjatë muajit mars janë eksportuar 377 ton bimë medicinale. Sipas të dhënave zyrtare të Institutit të Statistikave, eksportet e bimëve mjekësore u rritën me 14% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. E përkthyer në vlerë, në brigjet e Oqeanit Atlantik janë blerë 176 milion lekë bimë mjekësore të prodhuara në tokën shqiptare. Tarifat u shpallën më 2 prill, por disa ditë më vonë presidenti amerikan vendosi të shtysë zbatimin e tyre me 90 ditë. Në reagim ndaj kësaj situate, industria e bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë ka propozuar dhe një plan masash për të zbutur pasojat e mundshme. Vendosja e tarifës 10% rrezikon të rrisë ndjeshëm kostot për kompanitë eksportuese shqiptare. Vendet e Ballkanit Perëndimor ku bën pjesë dhe Shqipëria mund të çojnë ekonomitë e tyre përpara duke zhvilluar prodhimin industrial dhe bashkëpunimin ndërmjet tyre, duke krijuar klastere në disa industri, referon një studim i fundit Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal. Por siç tregojnë të dhënat, Kosova dhe Shqipëria janë pas në proceset industriale dhe integrimi me prodhimet e tyre në tregjet globale. Industria automobilistike, veçanërisht në Maqedoninë e Veriut dhe Serbi, ka shfaqur rritje përmes integrimit në zinxhiret global. Në aftësinë rritje për komponent të automjeteve elektrike. Procesimi i metaleve përqendruar në Bosnjë Hercegovinë dhe Serbi ofron ekspertizë në shfrytëzimin më të plotë të burimeve. Në industrinë agroushqimore, shihet premtuese promovimi i markës rajonale Balkan Fresh. Industria automobilistike, Shqipëria për montime të thjeshta. Industria automobilistike në Serbi dhe Maqedoninë e Veriut është në rritje brenda zinxhirëve global, por kjo nuk ndodh në Shqipëri. Që të bëhet përfituese klasterave rajonal industrial, Shqipëria duhet të investojë në rrjetin rrugor, hekurudhor dhe multimodal, si të digitalizojë kalimet kufitare për të ulur kostet e transportit dhe për shpejtuar logjistikën. Shqipëria gjithashtu duhet të miratojë kriteret e përbashkëta mjedisore në tendere publik mbi pragjet e saktuara duke nxitur kërkesën për produkte dhe shërbime. 7 persona humbën jetën dhe mbi 50 tjerë u plagosën në një aksident rrugor që ndodhi herë në mëngjes në provincën Prachemburi në juglindjen e Tajlandës, ku një autobus turistik u përplas në pjesën e pasme të një kamioni, teksa udhëtonte drejt atë pjet. Policia dhe ekipet e shpëtimit pretendojnë se frenat e autobusit nuk kanë funksionuar, duke bërë që shoferi të humbas kontrollin. Aksidenti ka ndodhur mëngjesin e sotëm rreth orës 2. Në momentin e përplasjes, autobusi është përplasur me 2 kamion të tjerë që transportonin miell, pas së cilit ka rënë zjarr.
Ushtria izraelite ka thënë se kreu më shumë se 200 sulme ajrore në gjithë rripin e Gazës gjatë 3 ditëve të fundit, duke vrarë një antar të lëvizjes së Xhihadit Islamik. Ushtria tha se sulmet kishin shënjesë infrastrukturën e militantëve, qelizet e militantëve, pozicionet e lëshimit të raketave dhe snajperëve, depot e armëve dhe qendrat e komandës. Ai identifikoi luftarin e vrarës si Ahmad Masur, i cili tha se mori pjesë në sulmin e befasishëm të udhëhequr nga Hamasi në Izrael më 7 tetor 2023 dhe më vonë drejtoi sulmin me raketa përgjatë luftës në vijim. Në lagjet Shabura dhe Tel Al Sultan të Rafahut, trupet izraelite çmontuan infrastrukturën terroriste, ndërsa zbuluan një depo granatash, municionesh dhe pajisje të tjera ushtarake. Qeveria e Shtetit të Bashkuara ka bërë të ditura të dhëna të reja për këtë javë për autizmin, të cilat tregojnë se shkalla e diagnostikimeve me autizëm tek fëmijët amerikanë ka shënuar një rritje rekord që prej vitit 2022. Autizmi është çrregullim neurologjik dhe zhvillimor i karakterizuar nga ndërprerjen e sinjalizimin e trurit, të cilët shkaktojnë sjellje, komunikim, ndërveprim dhe të mësuar të mënyra të pazakonshme. Numri i fëmijëve të diagnostikuar me autizëm në SBA është rritur ndjeshëm që nga viti 2000. Kjo ka shkaktuar shqetësim publik se çfarë po e shkakton përhapjen e tij. Nuk ka mjete objektive për diagnostikimin e çrregullimit të spektrit të autizmit, siç njihet autizmi me emër mjekësor, siç janë analiza gjaku apo skanimi i trurit në rentgen. Në vend të tyre, diagnoza bëhet bazuar në vëzhgime dhe intervista. Në vitin 2022, shkalla e diagnostikimit me autizëm tek 8 vjeçarë në SBA ishte 1/31, ose 3.2% nga 2.77% në vitin 2020. Shkaqet e autizmit nuk janë të qarta. Faktorët gjenetik përbëjnë rreth 80% të rrezikut për zhvillimin e autizmit sipas studimeve. Një fushë kërkimi në rritje është epigjenetika, ndërveprimi midis faktorëve gjenetik dhe atyre mjedisor. Një teori sugjeron se ekspozimi i një gruaje ndaj ndotjes së ajrit apo substancave të dëmshme para ose gjatë shtatzanisë mund të shkaktojë një mutacion gjenetik që çon në autizëm tek fëmia. Presidenti Rus Vladimir Putin ka sinjalizuar se është i hapur për bisedime dypalëshe me udhëheqësin e Ukrainës Volodymyr Zelenski për herë të parë që nga faza e hershme e luftës. Duke folur për televizionin shtetëror rus, Putin tha se Rusia gjithmonë ka parë pozitivisht çdo nismë paqeje. Shpresojmë që përfaqësuesit e regjimit të Kievit të ndjehen në të njëjtën mënyrë, ka thënë ai. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se komendet e Putinit tregonin një gatishmëri për të angazhuar në bisedime të drejtpërdrejta me Ukrainën për të mos goditur objektiva civil. Zelenski nuk u përgjigj drejtpërdrejt komenteve të Putinit, por tha se Ukraina është e gatshme për çdo bisedë që do të garantonte sigurinë e civilëve. Nuk ka patur bisedime të drejtpërdrejta midis dy palëve që nga shkurti i vitit 2022, kur Rusia nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë të Ukrainës. Në koment për agjësinë e lajmeve Interfax, Peskov tha kur presidenti tha se ishte mundur të diskutojë çështja e mosgoditjes së objektivave civile në mënyrë të ndërsjellë, kishte parasysh negociatat dhe diskutimet me palën ukrainase. Ndërkohë, Zelenski në fjalimin që mban çdo mbrëmje për kombin, u shpreh se Ukraina ka nevojë për një përgjigje të qartë nga Moska.